Përshëndetje, cilat sure rekomandohen të lexohen çdo ditë? Përshëndetje, elus Allahun e lartësuar që të na ruaj dhe të na mbroj. Para se të flesh gjumë, çdo mbrëmje, lexoje ajetin Kursi. Sepse është shkak që të mbrohesh prej shejtanëve. Po ashtu, çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje, nga 3 herë lexoj 3 suret e fundit të Kuranit. Sepse vjen në një hadith që është tek Abu Daudi dhe Tirmidhiu, ku thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Qul huwa Allahu ahad wal muawwidhatayn hina tumsi wa hina tusbih thalathan takfika min kulli shay." Thot pra profeti alaihi salam: "Qul huwa Allahu ahad", që është surja Al-Ikhlas, dhe al muawwidhatayn është Qul a'udhu bi rabbil falaq dhe Qul a'udhu bi rabbin nas, pra surja Al-Falaq dhe surja An-Nas. Në mbrëmje thot dhe në mëngjes, nga 3 herë, kuptohet prej hadithit që të mbrojnë prej çdo gjoje. Kështu që çdo mëngjes, çdo mbrëmje, nga 3 herë, 3 suret e fundit të Kuranit. Para se me flet gjumë, lexoje ajetin Kursi. Ajeti Kursi është ky. 3 suret e fundit të Kuranit janë këto. I lexon, elus Allahun e lartësuar që të na ruaj dhe të na mbrojë të gjithëve. Amin.